Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në ekranin e Radio Televizionit Publik të Korçës, do t'jemi edhe sonte në këtë mbrëmje të sejntes në pak nga të gjitha. Një ngjarje e rëndësishme sportive që ka mundur t'i sjellë Shqipërisë medalje, natyrisht që ka qenë e përfolur ditët e fundit dhe nuk ishte se si të mungonte edhe në një puntat të këtij emisioni në këtë format televiziv, kur bëhet fjalë për sportistë korçar të cilët kanë mundur të sjellin medalje shumë të rëndësishme në një event ku Shqipëria ka marrë pjesë për herë të parë, së bashku me 2 trajnerë shumë të përkushtuar, të cilët kanë punuar me atlet me aftësi të kufizuar intelektuale, po që ja kanë dalë e kanë mundur ta përfaqësojnë Shqipërinë në mënyrë dinjitoze. Bëhet fjalë për lojrat olimpike speciale botërore dimërore që këtë vit janë zhvilluar në Torino të Italisë. Dhe un kam kënaqësinë që trajnerët korçar bashkë me 2 sportistët korçar t'i kem të ftuar në një bisedë shumë të këndshme, po jo vetëm, do të kemi natyrisht edhe organizatorët e këtij eventi shumë të rëndësishëm, të cilët do t'i kemi pas pak në një lidhje Skype nga Tirana. Po prezantoj menjëherë Ervin Rota, natyrisht një emër shumë i njohur, kësaj here vjen në pozicionin e trajnerit cross country. Ervin, mirë se erdha. Mirë se u riktheve, është kënaqësi që vjen jo vetëm si trajner i suksesshëm, por kësaj here duke sjellë edhe medalje bashkë me sportistët tanë. Patjetër, ka qenë një përkushtimi jon, po patjetër dhe i sportistëve të cilët e kanë bërë të mundur këto medalje që kemi marrë në këtë aktivitet shumë të rëndësishëm. Megjithëse për herë të parë. Po, është herë e parë që Shqipëria merr pjesë në këtë aktivitet dhe jemi nderuar. Kënaqësi që kam për herë të parë Krisli Xinxifin. Krisli, mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam për herë të parë, megjithëse Krisli prej 7 vitesh është një mësues i edukimit fizik shumë i përkushtuar dhe është e veçantë sepse ai punon prej 7 vitesh me të rinj, me fëmijë dhe të rinj në shkollën speciale. Kështu që puna e tij është pak më e vështirë se kolegët, po një punë të cilën ai e bën me shumë përkushtime që ja ka dalë, kësaj here edhe në pozicionin trajner alpinski. Mirë se erdha. Faleminderit. Si ndihesh pasi ke sjell këto medalje? Bashkë me fëmijët. Po them të vërtetën ishte një sfidë për të gjithë ne. Nuk priteshe një arritje kaq e madhe, por duke pasur besim që do t'ja dilnim, arritëm të merrim dhe këto medalje 5 prej ari. Suksese, shumë kënaqësi, do të flasim më gjerë. Tani po prezantoj edhe sportistët të cilët kanë sjell medaljet, ata janë shumë të dallueshëm se i kanë dhe medaljet e tyre. Ergert Brahimllari. Mirëmbrëma, mirë se erdha. Mirëmbrëma. Po prezantoj edhe Joanis Myrtollarin. Joanis, mirë se erdhe. Të falenderoj në emër të gjithë atyre sportistëve që i ke sjell Korçës atë medaljen e bukur që e ke varur në qafë. Mirë, Ervin, si filloi ky rrugëtim? Sa kohë ju desh ju që t'i përgatisnit sportistët? Atëherë, këta sportistë dhe ata sportistë e tjerë të cilët janë pjesë që jetojnë në Tiranë, kanë marrë pjesë në disa lloj aktivitetesh verore, sportive, dhe ka ardhur një ftesë e cila i fton këta atletë që të marrin pjesë në lojrat olimpike botërore dimërore. Qenë se ne jemi dhe pjesë në një qytet i cili ka dhe një pistë të skish, na janë afruar dhe na kanë kërkuar ndihmë për të bërë pjesën, rolin e trajnerit për këta fëmijë dhe sportistë. Kemi bërë disa kampe servitore para se ne kemi qenë pjesë e këtij aktiviteti. Kemi fituar bazat e teknikave të këtyre aktiviteteve që morëm pjesë dhe kemi shkuar dhe jemi përfaqësuar aty. Si është bërë përzgjedhja e të rinjve për t'ju bashkuar një eventi të rëndësishëm, se besoj duhet të plotësojnë edhe disa kritere në kuptimin fizik? Patjetër, përpara se të marrin pjesë në këto aktivitete, fëmijëve i bën një sër analizash, një sër kontrollesh pafund, domethënë më shumë se çdo lloj aktiviteti sportiv tjetër. Dhe këta kanë qenë ata fëmijë të cilët kanë patur kushtet edhe specifikat e duhura për të qenë pjesë e këtij aktiviteti. Dua të them diçka që kur e kemi nisur, nuk e kemi nisur që do shkojmë me atë synim që do marrim këto medalje. Kemi shkuar, çdo që ka qenë surprizë, domethënë se kemi shkuar, por ka qenë një përkushtim shumë i madh i këtyre sportistëve, që mua më ka lënë përshtypjen, kam qenë pjesë shumë
e shumë aktiviteteve që kam bërë trajnerin në ski, në kampionate botërore të rinjve e të tjera, por për kushtimin që kanë patur këta fëmijë ka qenë më ka lënë kështu pa fjalë fare dhe po të shikosh domethënë atje funksiononte kështu, nëse ditën e parë do zhvillohej do bësh një test kontrolli për fëmijët dhe në bazë të testit vendosesh edhe grupi i cili do merreshe pjesë. Për shembull, Ergerthi atje e ka bërë 1 minutë e 20 sekonda distancën dhe në finale e ka bërë 40 sekonda. Ka qenë një kështu e pabesueshme, po ka një diferencë pa parë. Po ndërkohë, unë duhet përmend edhe organizatorët, në fakt është Roland Hysi, drejtor kombëtar i Special Olympic Albania, dhe Sara Bala, drejtor sportiv, edhe ajo së bashku me Rolandin. Dhe meqense i kemi tani në një lidhje Skype, besoj do të jetë vetëm Rolandi dhe për shkak të angazhimeve, ne kemi pasur mundësi që në fakt është hera e parë që Rolandin paktën unë e kam në këtë format televiziv, Landi në njohin të gjithë si një artist, po një artist që e do fort sportin. Landi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma juve të gjithë që jeni aty në studio, përshëndetje RTS Korça, përshëndetje Gerti, Joanis, profesor Krisli dhe profesor Ervini. Përshëndetje gjithë Korçat, duhet thënë unë kam një origjinë nga Dege Babait, jam nga Korça, që kështu ndjej një kënaqësi. Që nga një gjysmë korçar. Edhe më të madhe, duhet thënë që atë punë që kanë bërë profesor me që jemi aty, sigurisht unë do t'i përshëndes gjithë mësuesit edhe atletët edhe trajnerët edhe në Tiranë, po me që jemi në Korçë, atë që kanë bërë profesor Ervini dhe Krisli, shumë pak veta e bëjnë, qoftë edhe kundrejt paras, që do të thotë që juve keni disa njerëz me shpirt të jashtëzakonshëm përveç aspektit profesional që ata kanë. Jam shumë i nderuar që jam sot me juve në këtë lidhje të drejt për drejt dhe nëpërmjet Skype-it. Dëshira do ishte që në një moment caktuar të jemi edhe aty, por është vërtet një arritje historike sepse Shqipëria asnjëherë në historinë e saj të sportit nuk ka mundur të dërgojë atlet me aftësi të kufizuar intelektuale në sport. Dhe për më tepër ata vinë me 5 medalje ari, 1 argjendi dhe 2 bronzi. Domethënë është një rezultat historik dhe një krenari, duhet thënë, për gjithë vendin tonë. Në fakt, Landi, çfarë synonte kjo pjesëmarrje? Se është hera e parë që Shqipëria përfaqësohet në lojra të kësaj natyre që janë sigurisht specifike në raport me gjitha lojrat e tjera. Është hera e parë që Shqipëria ka aplikuar dhe ka fituar. Cila është rruga që keni ndjekur për ta përfshirë Shqipërinë? Atëherë, këto janë lojrat e dyta olimpiadat e dyta më të rëndësishme të Special Olympics, sepse ato që janë më të mëdha për natyrën që kanë dhe që përfaqësojnë janë lojrat olimpike verore, të cilat janë zhvilluar para 2 vjetësh në Berlin, dhe në lojrat e ardhshme janë në 2027 në Kili, Santiago, ku Shqipëria sigurisht e ka ftesën për të qenë pjesë. Dhe lojrat dimrore, për shkak të natyrës që kanë, sepse sportet dimrore janë më specifike dhe më të kufizuara në numër, janë lojrat e dyta, olimpiadat e dyta, po themi në rang botror, që Shqipëria i ka përfaqësuar. Kemi pasur rreth 1500 atlet nga i gjithë bota, nga rreth 98% vendet të botës. Atëherë, si ka marrë pjesë Special Olympics? Special Olympics Albania është një organizatë që është themeluar nga mesi i viteve 90 në Shqipëri, deri në vitin 2015, dhe neve, unë si drejtues, jam pjesa e re e drejtuesve të rinj, po themi që nga 2017 deri më tani, shërbej në rolin dhe në pozicionin e drejtorit kombëtar. Pra, Special Olympics është pjesë e organizatës më të madhe botërore, që quhet Special Olympics, është lëvizja më e madhe botërore sportive për personat me aftësi të kufizuara intelektuale, e themeluar në vitin 68. Pra ka rreth 57 vite eksperiencë në mbi 190 vende të botës, dhe ne jemi deg e akredituar nga Special Olympics ndërkombëtar. Që operojmë nën logon, nën vulën dhe nën gjithçka dhe nën çdo program që Special Olympics ndërkombëtar ka. Pra në funksion, Special Olympics nuk është thjesht një organizat fitimprurse, por për funksionin që ka është organizata dhe lëvizja që përfshin të gjitha disiplinat sportive për personat me aftësi të kufizuara intelektuale. Ndërkohë, është shumë e rëndësishme, besoj, Roland, që të kemi edhe trajnerë të cilët natyrisht duhet të jenë... Absolutisht. Pra, një tjetër hap të themi, përpara se sa të marrësh pjesë, duhet jetë edhe trajnimi kapaciteteve, që fillon që nga trajnerët e pastaj tek sportistët. Në fakt, si bëni ju evidentimin e tyre? Si arritët ta bënit evidentimin e trajnerëve? Se kemi sportistë nga Korça, po kemi edhe nga qytetet e tjera. E kuptova pyetjen. Faleminderit shumë. Atëherë,
duhet thënë që në bashkëpunim me Federatën e Skive, të cilën e përshëndesim dhe president Elvisin edhe sekretarin e përgjithshëm zotin Etrit Xhuglini, të cilët na kanë vënë në kontakt me profesor Kristin, me profesor Kristin jemi njohur edhe më përpara nga bashkëpunimi më parshme, por me profesor Ervinin dhe me Paulën, e cila na kanë ndihmuar, domethënë ndihmesa ka qenë jashtëzakonshme sepse kuptohet që të bësh sport është shumë e vështirë sepse edhe sfidë sepse të duhen pagesa, të duhen terrene sportive, të duhen veshje, të duhen trajner të kualifikuar dhe thënë këtë prap mbetet ende sfidë sepse jo të gjithë trajnerët janë të gatshëm që të bashkëpunojnë edhe kundrejt pagesës me persona me aftësi kufizore intelektuale. Por profesor Ervini, Krisli dhe Paula kanë qenë shumë të gatshëm që të ofrohen edhe pa pagesë për ta bërë këtë punë dhe prandaj duhet të thënë që kanë qenë një aspekt human që e kanë bërë me shumë përkushtim dhe me shumë pasion dhe pa, domethënë unë kam parë nga afër përkushtimin e tyre edhe është i jashtëzakonshëm. Atëre, për sa i përket kuotave, Special Olympics Albania në bazë të censusit vjetor që ka, bën aplikimin për kuota pranë Special Olympics ndërkombëtar dhe në bazë të censusit i aprovohet ose jo kërkesa e tyre. Neve guxuam bashkë me Sarën, drejtorin sportiv, guxuam dhe kërkuam kuota të plota për sa i përket lojrave olimpike speciale dimrore dhe neve përfituam të plotat 6 kuotat ku u përfaqësuam me 3 vajza dhe 3 djem në 3 disiplina sportive, cross country skiing, ski alpine. Roland, më fal, dua të ndërpres sepse pikërisht dole këtu te pyetja tjetër e imja. 3 vajza dhe 3 djem, ishte shumë e rëndësishme të ruajë balancën, të ruajë përqindjet e gjinis? Atëre ta themi kështu, për sa i përket implementimit të gjithë rregullave dhe të gjithë politikave të Special Olympics ndërkombëtar, Roland Hysi, Sara Bale dhe gjithë stafi i Special Olympics nuk bën gjë tjetër veç se zbatojnë me shumë përpikmëri dhe rigorozitet të gjitha politikat që janë për implementim nga Special Olympics. Nuk e vendos landi se kush atje do të shkojë në lojra kombëtare ose ndërkombëtare, përzgjedhja bëhet në fillim nga talentet që më përpara kanë qenë ose nga sportistët që më parë kanë dhënë një rezultat të caktuar. Pra nëse kemi të bëjmë specifikisht me snowshoeing, ne kemi përzgjedh Joelin, djalin të cilin nuk e kemi këtu, po e kemi përzgjedhur sepse në lojrat të tjera të mëparshme kombëtare, ai ka shkëlqyer në atletik ose në sporte të tjera që i përafrohet dhe në bazë të rezultateve, atletët me performancën më të mirë zgjidhen për të shkuar në olimpiadë, njësoj siç veprohet me sportistët e garave dhe olimpiadave tipike. Pra në këtë pikë nuk është dëshirë e landit apo e profesorëve, por është thjesht zbatimi i konsistent dhe me rigorozitet i të gjithë programeve që Special Olympics ka. Shpresoj të jem përgjigjur pyetjes suaj. Patjetër. Ndërkohë, sa krenar ndjeni që përpos faktit që merrit pjesë për herë të parë, sollët edhe një numër të konsiderueshëm medaljesh. Kishit pritshmëri për të fituar medalje duke patur parasysh kapacitetet që çuat? Në intervistat e mëparshme unë kam dalë dhe nuk jam shprehur entuziast për medalje, me thënë drejtën, sepse duke marrë në konsiderat sfidat dhe madje jo sfidë, se sfidë është fjalë elegante, por problematikat që sporti, aftësia kufizuar intelektuale, trajnerët dhe gjithë organizimi e has, unë nuk kisha pritshmëri, por thjesht doja, domethënë që atletët të dilnin në rregull, domethënë në aspektin shëndetësor, mos kishin dëmtime dhe të mos skualifikoheshin si rezultati ndonjë rrëshqitje apo rënie apo thyerje të rregullit. Pra unë këtë kisha më rastisor, por kjo ishte primare për mua, ndërsa Sara, drejtori sportiv, kishte pritshmëri për sa i përket podit, kishte pritshmëri domethënë për vendin e dytë ose të tretë, por absolutisht jo për medalje are. Ndërkohë ky ishte një rezultat që atletët tanë befasuan dhe kjo ishte, e thash, fal punës tyre, punës së prindërve, punës së organizatave, punës së trajnerëve, punës së federatës skive dhe mbështetësve të gjithë partnerëve tanë që na mundsuan këtë ngjarje kaq të madhe historike për atletët, për Korçën, për trajnerët, për Shqipërinë, edhe qoftë edhe për faktin që janë 8 medalje historike që domethënë të gjithë duhet ndihen krenar, jo vetëm landi, jo vetëm atletët, por të gjithë shqiptarët duhet ndihen krenar për këtë arritje, sepse është punë e përbashkët. Roland, tani besoj rrugën e keni të hapur edhe për 4 vitet e ardhshme. Besoj jeni gati për të marrë pjesë. Ne jemi gjithmonë gati, e kemi filluar që tani përgatitjen, madje është një lajm shumë i mirë që neve na ka ngrohur, sepse një nga
po shikojmë mundësinë që ta kemi mbështetjen edhe për pjesëmarrjen e ardhshme në Kili, pra është një person, unë nuk po e zbuloj akoma sepse është ende e herët, dje kam bërë një bisedë me dikë që do të na afrohet për të na mbështetur dhe për të nisur punën që sot për marrjen pjesë në Kili në 2027-ën, por edhe në Zvicër në 2029-ën. Pra puna jonë ka filluar që tani, edhe tani që neve kemi këtë intervistë, unë e konsideroj si pjesërisht si moment pune, sepse po e shfrytëzoj këtë moment për t'i bërë thirrje të gjithë personave që kanë mundësi ta shikojnë dhe të dëgjojnë këtë intervistë, t'i bashkohen kauzës sonë, sepse është një kauzë që nuk fiton Landi, por fitojnë atletët tanë dhe fiton Shqipëria në fund ditës. Land, falenderoj shumë për gjithë informacionin që përcolle, për gjithë teleshikuesit tanë, për ata që në fakt nuk e njihni se si funksiononte këto lojra olimpike. Ju uroj shumë suksese ju dhe sigurisht gjithë bashkëpunëtorëve tuaj, suksese edhe Shqipërisë edhe sportistëve të tjerë që do të marrin pjesë në vitin 2027 në Kili. Faleminderit shumë. Ju përshëndes. Mirë, ne kishim Roland Hysin në një lidhje të drejt për drejt në Skype nga Tirana, drejtor kombëtar i Special Olympic Albania. Natyrisht morëm lajme shumë të mira edhe për faktin që në vitin 2027 Shqipëria do të vazhdojë të ketë një përfaqësim dhe besoj edhe kësaj here dinjitos. Mirë, ne ishim duke folur me Ervinin pikërisht për këta të rinj të cilët na kanë nderuar, jo vetëm Shqipërinë, po dhe Korçën, se ndihemi shumë krenar kur i shohim me medaljet e tyre. Ervin, Rolandi e përmendi pak më përpara që një nga dëshirat e tyre ishte që sportistët të hynin mirë, shëndetshëm në këtë garë, po dhe të dilnin. Kjo ishte primare. Në fakt, po për ju si trajner që jeni afër sportistëve, kishit pritshmëri për medalje? Kur e nisëm punën, kur nisëm pjesën e stërvitjes që e nisëm këtu në Korçë, ishim fillestarë, domethënë, sportistët në pjesën e sporteve dimrore, pavarësisht që mund të kishin fizik shumë të mirë sepse kanë zhvilluar sportet e tjera. Dhe të them të drejtën nuk kishim pritshmëri. Por kur po shikonim ecurin dhe dita ditës bëheshin shumë më mirë dhe perfeksionoheshin shumë më mirë, dhe kur pam atje, kur u përfaqësuam në garat e kontrollit që bësh edhe për zgjedhja në divizionet që bësh, atje thash që patjetër dohet të marrim medalje. Ndërkohë, Krisli, ju i njihni të dy çunat? Po, me të dy atletët unë zhvilloj disa nga sportet e tjera që Special Olympics na jep mundësinë në formën e projekteve të vogla për të pasur një mundësi që këta sportistë, të cilët janë në aftësi të kufizuar intelektuale, të kenë një bashkëpunim me fëmijët normal të shkollave të gjimnazit, ku të gjithë së bashku të organizojnë një grup dhe të marrin pjesë në basketbol ose në futbol. Të paktën këto kanë qenë dy të fundit që ne kemi marrë pjesë. Dhe me të dy atletët unë i kam për disiplinat edhe të basketbollit edhe të futbollit, ku secili nga të dy sportistët në njërin pjesë e gjen veten më shumë dhe në njërin më pak. Krisi, çfarë kishe evidentuar të dy çunat? Domethënë, sa mund ta përballonin fizikisht pjesëmarrjen në lojra kaq të rëndësishme? Duke marrë parasysh që ne kemi një periudhë një vjeçare që kemi marrë pjesë si fillim me dy mbledhje të vogla në Çeki, ku ka qenë një aktivitet i vogël për ski, ne kemi marrë një shumëmëshmëri atletesh ku kemi bërë të mundur që të shikojmë se cili nga këta atlet do përshtateshe në pjesën e skis, sepse nuk mundesh dot që ti marrësh sportistët që nuk e dinë se si është dëbora dhe ti vendosësh mbi ski për të garuar. Dhe ne na është dashur që të bëjmë disa lëvizje në terene ku ka pasur dëbor dhe ne të bëjmë këto aktivitete të vogla që janë zhvilluar nëpërmjet organizatave të tjera ku ne kemi bashkëpunim dhe aty kemi përzgjedhur dhe kemi seleksionuar disa nga këta sportistë të cilët mundeshin dhe ishte mundësia që nëse ne do vazhdonim të merreshim dhe të zhvillonim seanca stërvitore të arrinin një pjesë të rezultateve jo kaq mirë. Kjo është e paparashikuar. Kjo ishte e paparashikuar. Ndërkohë Ervin, ju stërvitjet i bët në Dardh? Në Dardh, sepse është vetëm një pistë skish në Shqipëri, e cila na mundsonte për të zhvilluar stërvitjen. Cili nga çunat e kishte për herë të parë që hipte mbi ski? Ergert. Ergert, si të është dukur për herë të parë mbi ski? Ke pasur frikë? Pak. Po pastaj, kur lëshove kështu në pistë? Pastaj të pëlqeu, ë? Cili nga trajnerët të kanë ndihmuar më shumë? Të dy? Të dy. Po ti ke më për zemër tani?
Të dy nuk i ndan dot. Tani, ajo medalja që është e rëndë aty në qafën tënde, e prisje ti të merri një medalje kështu? Jo. Sa e vështirë të duk në pista aty? Se pistat aty janë më të mëdha, ka hapësirë, kishte më shumë atletë të tjerë. Si të duk? U trembe një në fillim? Po. Mendove një moment që do ishje dorë nga gara? Jo. Jo, ishe i vendosur. Si të duk për herë të parë? Bukur? Bukur. Ergerti ishte shumë i vendosur. I vendosur. Jashtë mase i vendosur. E thash dhe në fillim që për kushtimin që kanë patur dhe për qëndrimin që kanë patur për garë, ka qenë të disiplinuar. Pa fund. Disiplina i ka qenë kështu. Nuk e di. Nuk po ka ndodhur herë tjetër. Mirë. Ergert, ke fituar çmim në cross country. Çfarë lloj disipline është? Cross country këto janë terma anglisht sepse nuk kanë ekzistuar në vendin tonë. Por të gjithë e kanë parë sportin cross country. Cross country është ecje me ski, vrapim me ski. Në cross country ndahet në dy disiplina. Është stili lirë, po ta shikojmë është në stil patinazhi që është dhe me normal është dhe me qitje, po e keni parë domethënë. Ka dhe cross country është dhe klasik, edhe stili klasik. Ergerti mori pjesë në stilin klasik, me gjithë një vajzë tjetër, e cila është nga Tirana, Stella. Përzgjedhja e këtyre stileve ishte nga ana juaj apo përzgjedhja ishte pam aftësitë e tyre, kush ishte më i aftë në alpinski, kush ishte më i shpejtë nga anët fizike, siç e tha dhe Landi, domethënë që ata që kanë qenë atletë morën pjesë në snowshoe. Snowshoe është një vrapim me disa këpucë dëbore që mos fundosesh në dëbor. Është një sport që përdoret në lojrat olimpike speciale dhe cross country që e bëjnë zakonisht ata fëmijë ose ata sportistë të cilët kanë rezistencë. Dhe në fakt duket që Ergerti ja doli. Po patjetër. Ishte fëmijë rezistent. Ja doli dhe ja doli mban dhe me një, domethënë me një përmirësim të jashtëzakonshëm. Nga fillimi dhe në fund ishte përmirësimi nuk e prisnim. Joanis, ty të pëlqejnë skit? Kishe provuar më përpara? Po, kam bërë 2 shkollat tim përpara, kam bërë skit. Kishe provuar në skit? Po, e kam provuar 2 Kishe shkuar ti më parë në pistën e dardhës? Po, 2 herë. 2 herë? Po. Dhe të pëlqente? Po, më pëlqente shumë. Si u ndjeve kur të ofruan bëshe pjesë e këtyre lojrave, të pëlqeu? Shumë qef më binte. Shumë qef, të pëlqeu. Mirë, edhe ti je fitues i medaljes së broncë. Ka një ari dhe një broncë. Ke një ari dhe një broncë. Ke 2 medalje. Po, medaljen e arit e ka marrë? Në disiplinën? Në disiplinën novice. Në novice dhe në slalom gjigant, dhe sepse mund t'i shpjegojmë pak si disiplina për teleshikuesit? Alpin ski quhen skit e rëshqitjes. Të cilat ndahen në slalom gjigant, super G. Slalom gjigant është me kthesa pak më të ralla, super G është akoma më të ralla dhe slalom special është me kthesa sa më të shkurtra. U fitove Joani? Fitoj në slalom gjigant dhe në slalom special mori medaljen e dytë. Bravo. Të lumt. Ndjeve ti vështirësi gjatë garës? Jo, fare. Kishe ndonjë rival aty, ndonjë shok dhe shoqe që mundoheshe të ta kalonte? Jo, sisa. Jo, shikoje vetëm përpara, vetëm të fitoje. Disiplina e Joanit është që një sportist nuk është në garë që t'jenë në korsi, por është mbaron secili garën dhe është me anë të kohës, me anë të kronometrit. Për sa arriti? Përmirësimi ishte në qoftë në garën e parë supozojmë kapesh e koha 1 minutë, në garën që ai zhvillonte kishte një përmirësim çdo radhë që ai bënte garën, që do të thotë ishte brenda limitit të përmirësimit të kohës, sepse në lojrat olimpike ka limit përmirësimi. Nuk të lejojnë të përmirësosh kohën më shumë se 15%. Dhe Joanesi ja ka arritur që në çdo garë vetëm të përmirësohet. Sa më shumë ai praktikosh, aq më shumë e përmirësonte kohën. Dhe koha e tij më e mirë në garën e fundit që ai ka marrë vendin e parë ka qenë 29 sekonda, duke marrë parasysh që në garën fillestare ai ka nisur me 1 minutë kohën. Me 1 minutë dhe arriti në 29 sekonda. Në 29 sekonda. Bravo Joanis. Të lumt.
Sa janë kënaqur prindrit kur ke shkuar me 2 medalje të varura? 3. Me 3? Po. Po, janë kënaqur prindrit? Po, Kush të shumë. ka uruar më shumë? Tërë familja. Tërë familja. Po. Bravo. Ndërkohë që në këtë event merrnin pjesë 1500 atletë. Kryesisht nga cilat vende janë 98 shtete, po Janë mund të përmendim 102 Ervin shtete që kishin Tani, dominancën. Unë do përmend një kuriozitet, për shembull, ishte Johannesi në podium, vendi i parë ishte Shqipëria, vendi i dytë Austri, vendi i tretë Gjermani. Domethënë ishin kur E kuptoj shtete që kanë pa diskutim. Po, që kanë një histori në sportet dimrore dhe ti shikoj ose Ergerthi ose ti shikoj domethënë shtete Finland, Suedi, vendi i dytë, vendi i tretë dhe Shqipëria vendi i Që parë. kanë ndoshta pista skish Pafund. Për shembull, ne standarde. doja të thoja që ne ishim një nga grupi më i vogël, sepse edhe nga shteti që jemi, për shembull Kanadaja kishte 140 sportistë ose Kina 200 sportistë, domethënë kishte grupe. Po, ndërkohë ne kemi qenë vendi me më pak sportistë? Një nga vendet më pak, edhe Kosova. Edhe Kosova, ka pasur dhe Kosova përfaqësim. Kosova ka pasur përfaqësim vetëm në ski alpin me 2 sportistë, një femër, një mashkull. Dhe nuk ka pasur në garat e tjera ose në disiplinat e tjera. Dhe ne që ishim me 6 atletë sportistë. Ndërkohë, do të më lejoni ti përmend për gjithë ata që ndoshta nuk kanë mundur dot ta lexojnë informacionin që në fakt për disa ditësh është bërë shumë mediatike, edhe djemt dhe vajzat e tjerë që megjithëse nuk janë nga qyteti Korçës, po kanë përfaqësuar Shqipërinë në mënyrë dinjitose. Stella Salla, është Elizon Kacanja, Vanessa Doçi, Joel Gërmenji dhe 2 sportistët që i kemi këtu. Të gjithë kanë marrë medalje? Pothuajse të gjithë? Të 6? Pothuajse të gjithë, po ka disa që kanë marrë nga 2, për shembull Stella ka marrë 2 medalje ari. 2 medalje. Cross country, skiing 50 metra dhe 100 metra ka marrë Stella. Stella. Vanessa ka marrë prap një medalje ari. Një medalje ari. Po. Elizoni? Po edhe Elizon ka marrë ski alpin. Një medalje. Ski alpin. Vetëm një medalje ari dhe një vend të tretë. Jo, një vend të dytë dhe një vend të katërt. Një vend të katërt. Nuk e di nëse harova dikë tjetër, është Johannesi dhe Joel Gërmenji. Joeli ka qenë snoshu, ka marrë vendin e tretë. 50 metra për djem. Edhe ai vend të tretë. Po. Pra gjithë sportistët kanë dalë me nga një medalje, të paktën, se ka që kanë dalë dhe me 2 dhe me 3. Por domethënë gjithë grupi ka sjellë medalje në mënyrë të befasishme, sepse ka qenë hera e parë për Shqipërinë. Kishin një përkushtim që domethënë e përsërit. Dhe duke patur parasysh që një pjesë e tyre, të 4 sportistët e tjerë vinin nga Tirana? Të 4 vinë nga Tirana. Nga Tirana dhe ndoshta nuk janë mësuar se korçarët ndoshta këtë pjesën e borës e kanë edhe janë edhe më të familiarizuar, po atletët nga Tirana e kanë pasur ndoshta edhe pak më të vështirë, megjithatë ja kanë dalë. Ervin, pjesëmarrja në këto lojra olimpike dhe aq më tepër fakti që kemi sjellë kaq shumë medalje, mendon që është një këmban për të punuar fort edhe për të investuar për pista skish, të cilat ne në fakt për i vërtetës i kemi nga natyra, por jo nga investime siç ndodh në vende të tjera që ti përmende. Unë jam pjesë e federatës të skive që kur kam qenë fëmijë, kam qenë sportist dhe aktualisht jam trajner dhe ne kemi kërkuar me vite një pistë skish, por nuk është e thjeshtë, është e vështirë sepse do një investim maramendës që të bësh një pistë skish, po është e nevojshme dhe është e domosdoshme. Dua të them që shumë shqiptarë shkojnë dhe bëjnë ski në Greqi, në Itali, në Maltëzi, në Maqedoni, po kanë nxjerrë një statistik, një numër që janë rreth 70.000 në vit që shkojnë nga Shqipëria, bëjnë ski 70.000 njerëz. Dhe pse mos jenë ata 70.000 që të bëjnë ski në vendin tonë, në Shqipëri. Aq më tepër që mund të vinë dhe nëse bëhet një pistë shumë e mirë, mund të vinë dhe ata nga jashtë për të ushtruar ne kemi asete të mrekullueshme natyrore për të zhvilluar pista skish. Sepse nuk janë bërë, këtë nuk di të ta them, por. Kuptoj, po ndoshta këto medalje që kanë mbërritur në Shqipëri, unë thash pak më parë, janë një këmban për të lëvizur
themi të gjithë strukturat, institucionet të cilat kanë mundësi të investojnë, e pse jo në të ardhmen ne vazhdojmë të investojmë për të sjellë të tjera medalje. Krisli, sa bashkëpunim ke pasur edhe me familjet e atletëve, se nuk është kaq e thjeshtë? Prindrit ju kanë besuar fëmijët e tyre edhe duke patur parasysh edhe faktin që ata kanë aftësi të kufizuar intelektuale, e bën pak më të vështirë se sa me një sportist. Të them të vërtetën, një nga mbështetjet më të mëdha ka qenë familjet e këtyre sportistëve, të cilët mi kanë besuar fëmijët dhe kanë dashur që këta të aktivizohen për sporte dhe mi kanë lejuar këto të drejta, duke besuar që do t'i ndihmoj me sa mundësi unë kam për pjesën fizike të këtyre fëmijëve. Dhe një besim i jashtëzakonshëm për pjesën që janë detyruar të mi besojnë fëmijët dhe jashtë Shqipërisë për të marrë pjesë në këto aktivitete. Është një përgjegjësi më e madhe pastaj. Është një përgjegjësi po akoma më e madhe, por gjithmonë kam pasur bashkëpunim. Dhe duke patur parasysh sakrificin që bëjnë këta prindër, se të dy fëmijët nuk jetojnë brenda në qytetin e Korçës, por në rrethinat e qytetit, edhe kjo është një sakrificë shumë e madhe që bëjnë këta prindër e për cilët realisht duhet të përulemi, që janë kaq shumë të përkushtuar. Tani dua ta pyes pak Ergertin. Ergert, ma përshkruaj pak si ishte ambienti aty në Itali? Çfarë të pëlqeu më shumë që nuk e ka Shqipëria? Dëbor, aty kishte shumë më tepër. Po. Tjetër, çfarë të pëlqeu? Hoteli i mirë. Hoteli ishte shumë i mirë. Aha. Pra kushtet kanë qenë të shkëlqyera. Po. Po ty Janis, çfarë të pëlqeu më shumë aty? Pista. Pista. Kishe parti pista aq të madhe ndonjëherë përpara? Jo, s'kam parë asnjëherë. Asnjëherë. Po. Tjetër, çfarë të pëlqeu? Hoteli, ushqimet e mira, shokët, të shoqen, kunaqja shumë. U kënaqe, është një eksperiencë shumë e bukur për ty. Për shembull, përveç shokëve dhe shoqeve nga Shqipëria, mundet të lidhje të komunikoje pavarësisht se s'dini gjuhën edhe me shokët e tjerë? Pak e që doja ca njerëz, jo. Jo të gjithë, sepse sigurisht nuk dini të komunikonit me gjuhën. Po, përpiqja, shumë. Kush të pëlqeu ty nga sportistët nga vendet e tjera, që ishin vërtet sportistë të përgatitur? Se di atë profesor Kinon shumë ishte shumë njerëz. Sportistë të mirë kinezët, ë? Po. Të pëlqyen? Më pëlqyen edhe të tjerët, të tërë. Më pëlqyen shumë. Të pëlqyen shumë. Përishin shumë garë, përishin shumë. Ishin shumë, të shumë, po ishin 1500, ishin shumë. Po ty Ergert, kush të pëlqeu nga sportistët e vendeve të tjera? Franca? Të pëlqyen sportistët francezë? Ishin të fortë? A mundën ata të fitojnë çmime? Po, pas 4 vitesh, zhvillohen lojrat. Një në 4 vjet zhvillohen lojrat olimpike dimrore dhe shoqërohen me lojrat olimpike verore, të cilat janë dhe ato në 4 vjet, po në rang kohor çdo 2 vjet, domethënë. I bie nëse në 2025 në zhvilluan lojrat olimpike dimrore, në 2027 janë lojrat verore. Dhe pastaj në 2029 vazhdojnë prapë lojrat olimpike dimrore. Doja të thoja pak për organizimin, si ishte organizimi, ishte një organizim perfekt, që nga pjesa e transportit, që nga pjesa e hapjes të lojrave olimpike, ishte madhështore, sepse ishin 1500 ishin vetëm sportistë, po delegacionet e tifozët që pan hapja, në çdo lojra olimpike, hapjet gjithmonë janë madhështore. Dhe në fakt ne do t'ju krijojmë tani mundësi të gjithë teleshikuesve të ndjekin disa plane që na i kanë siguruar pikërisht, na i ka siguruar Vini pikërisht nga ky moment, pra nga kjo ceremoni e hapjes, që sigurisht ceremoni të lojrave të tilla janë madhështore, po Ervin? Hapja dhe mbyllja gjithmonë janë, domethënë janë të gjithë sportistët, ne parakaluam, ishim i gjithë stafi që parakaluam atje me flamur dhe me simbolet tona. Ishte çdo gjë, domethënë nuk mund ta përshkruaj me fjalë, ishte shumë bukur organizuar dhe me një emocion shumë të madh. Aq më tepër tek fëmijët, sepse pjesa më e madhe e kishin bërë të parë ishin pjesë e lojrave olimpike dhe besoj për këtë ka qenë një ëndër që të jem pjesë e lojrave olimpike. Në fakt për këdo është ëndër të marrë pjesë në evente botërore kaq të rëndësishme është.
Kështu që edhe fëmijët mendoj që e kishin këtë përkushtimin e garave që të dalim sa më mirë se ne kemi dëshirë të jemi gjithmonë olimpist. E kuptonin që duhet të përfaqësonin Shqipërinë në mënyrë dinjitoze. 8 deri 16 mars kanë qenë datat kur janë zhvilluar. Po. Krisi, çfarë të bëri ty përshtypje se edhe për ju si trajner ishte hera e parë? Që të marrësh pjesë në lojrat olimpike është një mundësi e veçantë, nuk i jepet kujdo. Dhe aq më tepër që të marrësh pjesë në lojra olimpike të këtij niveli me fëmijë me aftësi të kufizuara intelektuale. Ishte një kënaqësi shumë e madhe dhe kam fituar një eksperiencë të parushme në Itali. A patën mundësi të shkëmbenit përvoja edhe me kolegët tuaj të cilët punonin me këtë kategori sportistësh? Pjesa më e madhe të gjithë trajnerëve, jo pjesa më e madhe, po të gjithë trajnerët kishin meet coaching që bëheshin mbledhjet mbas çdo dite që zhvilloheshin garat ose që ndaheshin kategoritë, kishte gjithmonë një mbledhje me të gjithë trajnerët ku fliteshin problemet që nxirreshin ose që dilnin nga po. Dhe aty kishe mundësinë që të krijonin edhe raporte me kolegë të tjerë, të cilët ishin në të njëjtën disiplinë si ty dhe të merrni ose të jep një eksperiencë. Ishte një gjë shumë e bukur. Përvoja të bukura. Po, shumë e bukur. Edhe diçka tjetër, edhe për kuriozitet, a ka kufizim moshe pavarësisht faktit që këta atlet janë me aftësi të kufizuar intelektuale, po kufizim moshe për të marrë pjesë, se mund të ketë shumë të tjerë? Jo, nuk ka kufizim moshe, por ka kufizim aftësie, që do të thotë nëse një sportist kap kohën të barabartë me një moshatar më të vogël ose më të madh, është brenda atij grupi, të cilët i ndajnë këta organizatorët, dhe prandaj tham që një ditë bëheshin ndarjet e grupeve dhe më pas zhvilloheshin garat, që mos kishte disnivel të këtyre kohëve dhe të gjithë pak a shumë të dilin aty me kohën. Ervin, gjatë zhvillimit të lojrave olimpike, a pati aksidente ose incidente me fëmijët, sepse sigurisht ata kanë edhe sportet dimërore kanë një rrezikshmëri shumë të lartë për aksidentet, sepse je në rrëshqitje, je me shpejtësira të ndryshme, por për fatin tonë të mirë, të paktën ekipit të Shqipërisë nuk pati asnjë lloj problemi, por ekipet e tjera patën probleme, siç mund të ketë fraktura të ndryshme, por këto priten në këtë lloj sporti, je i vetëdijshëm që po more pjesë në këtë sport dhe mund të pësosh. Je i përgatitur deri diku. Po besoj ka pasur stafe mjekësh të stafe pafund mjekësh, domethënë një organizim perfekt, domethënë edhe për këtë pjesë. Ishin motorat që nuk mbaronin për të ndihmuar dhe gjatë garimit ishte një slit apo stafat për secilin fëmijë që nëse mund të ndodhte edhe incidenti më i vogël, e ndiqte, e shoqëronte, e shpinte në ambientet e posaçme të asaj që ata kishin sajuar si ambulancë. Dhe kjo pjesë ishte e përkryer, nuk ishte asnjë lloj problemi. Qëllimi. Të gjitha incidentet që mund të ndodhin ishin të mbuluara nga zgjidheshin në kohë rekord. Qëllimi kryesor ishte që këta fëmijë të mbaronin dhe të ishin sa më të shëndetshëm, domethënë mos ndodhte asgjë, domethënë. Po dhe nëse ndodhte, ishte një organizim që kishin marrë masat në mënyrë ekstreme, domethënë për çdo gjë. Po vajzat si e përballuan? Jam kurioze se vetë vajzat janë pak më delikate. Ato vajzat ishin aq trime. Sa mirë. Ishin aq trime, aq guximtare. Po, shumë guximtare dhe shumë të fokusuara në garë. Domethënë Elizon del në ditën e parë del e 4-ta dhe e shikoja kështu dhe shikoja që nesër. Nesër, dhe të nesërmen del e para. Dilte prapë e para. Doli e para të nesërmen, domethënë që ati thashun që kur e bërja nesër avazi, domethënë. Vajza vërtet guximtare, edhe kur dëgjon të tilla eksperienca, beson që edhe në vitet e ardhshme Shqipëria do përfaqësohet sërish në mënyrë dinjitoze. Krisli, ti vazhdon të punosh çdo ditë me këta fëmijë. Sa e rëndësishme është, domethënë, si ndikon pjesëmarrja në sport për shëndetin mendor të këtyre fëmijëve? Dua të them që pjesa e aktivitetit fizik që unë ushtroj me këta fëmijë është në mendjen aty çdo moment me këta fëmijë. Sa nuk mbarojnë telefonatat nga fëmijët,
nga Gerti dhe nga Joanesi, kur do vi seanca tjetër e radhës për të bërë stërvitje qoftë futbollin, qoftë basketbollin, është e përditshme. Është e përditshme. Dhe është dëshira e jashtëzakonshme nga këta fëmijë që të marrin pjesë në këto lojra dhe është më tepër në seanca stërvitore që janë pothuaj të përditshme nga ana time që këta fëmijë të ushtrohen dhe stërvit në disa disiplina sportive? Në disa disiplina. Dy janë Kë disiplinë kam më tepër dëshirë të marrin pjesë? Po për shembull Elgerti ka futbollin, Joanesi ka basketbollin më shumë. Joanesi edhe basketbollist, i përgatitur fizikisht. Ka lojtur. Të pëlqen basketbolli? Jo shumë. Më pëlqen skit, më pëlqen shumë edhe. Tani të pëlqen skit më shumë, a? Skit. Aha. Ndërsa Elgertit i pëlqen futbolli. Po. Ke provuar ti jesh pjesë në një ekip i kështu të vogël edhe të bësh gola? Jo, po të pëlqen. Po. Janë sportistë të disiplinuar, marrin pjesë rregullisht? Janë shumë të disiplinuar, marrin pjesë rregullisht, i ruajnë çdo gjë që unë ju them, çdo këshill që ju jap për punën e rrobave ose të pajisjeve që kemi, ato pak që na ndodhen, të kujdesen dhe ndihmojnë shumë njëri tjetrin. Ndihmojnë shumë njëri tjetrin. Sa shkon numri i djemve dhe vajzave? Kryesisht i kemi djem, Kresli, apo i kemi edhe vajza? Kryesisht janë djem dhe shumë pak janë vajza. Shumë pak. Shumë pak janë vajza. Po vajzat bëhen pjesë e disa disiplinave? Po. Unë i kam të përzirë të dy bashkë, nuk kam ndarje. Në këto aktivitete që të pak në zhvillojmë me special olimpikun, sepse kjo është kryesorja që duhet të marrin pjesë të gjithë, të ndjehen të barabartë. Kanë dëshirë, dhe vajzat dhe djemë? Kanë dëshirë. Kanë dëshirë. Sigurisht që të tilla kërkojnë edhe hapësira, kërkojnë dhe mundësi, kërkojnë kushtet e motit. Çfarë ndodh në shkollën speciale? Kemi mundësinë të mbajmë ta fëmijë në mjedise brenda? Shiko, në shkollën speciale nuk zhvillohet asnjë nga këto sporte, sepse kanë nevojë. As në oborin e shkollës? Jo, në asnjërin nga këto. Por unë kam pasur mbështetje në shkollave të qytetit, të cilat më kanë ofruar gjithmonë palestrat apo fushat e futbollit apo pistat të atletikës, që do jemi shumë shpejt sepse do zhvillohet një aktivitet, besoj, nëpërmjet të gjithë atletëve që janë të Special Olympics për të bërë një përzgjedhje që të marrin pjesë në lojrat e ardhshme verore këtë radhë. Shumë bukur. Pra, shumë shpejt do të jenë aktivitete të tjera, të angazhuar. Besoj se po, me shumë mundësi. Me shumë mundësi. Që do thotë Korça do të marrë pjesë bashkë me qytete të tjera. Po, me të gjitha shkolla speciale, ose jo vetëm me shkolla speciale, po me të gjithë fëmijët që do duan që të marrin pjesë, që janë fëmijë me aftësitë kufizuara intelektuale, që do duan të marrin pjesë në këto seanca, mund të marrin pjesë. Ervin, po ju si shikoni se dhe ju për pos sportit të skive jeni angazhuar dhe në tenis, si ndihmon sporti këta fëmijë? Pra, flasim për fëmijët veçantë. Sporti ndihmon të gjithë. Flasim për këtë kategori fëmijësh. Dua të dalë dhe tek është shumë e rëndësishme që të gjithë të merren me sport, aq më tepër kjo kategori. Duhet të merren me sport sepse integrohen me shumë njerëz të tjerë, domethënë krijojnë një aktivitet fizik i cili na ndihmon për sistemin nervor, domethënë trupi ton ka nevojë për oksigjen. Aq më tepër ka nevojë dhe gjaku për oksigjen. Sa më shumë aktivitet fizik të kryejmë, aq më shumë furnizojmë me oksigjen gjakun dhe aq më shumë furnizojmë trurin me oksigjen. Kështu që për këtë kategori dhe për të gjithë është shumë e rëndësishme që të bëjnë aktivitet fizik. Unë do të thoja, Krisli për shembull ka patur goxha eksperiencë me këtë fëmijë sepse ka 7 vjet që është pjesë e shkollës. Ai ka patur një përkushtim maksimal tek fëmijët sa i thoja në një rajde në asnjë sekond nuk i ka lënë vet. Nuk i ka lënë vet. Kur, asnjëherë ka qenë shumë i përkushtuar. Përgjegjësi shumë e madhe. E tha dhe pak më parë që prindrit kanë besuar. Për mua ka qenë era e parë që kam qenë pjesë e Olympic Special, po Krisli ka qenë pjesë e disa viteve. Krisi, ndryshe nga kolegët e tu të edukimit fizik, puna jote është më e veçantë, është pa diskutim me e lotshme, këte kuptojnë gjithë ata që po na shohin e po na dëgjojnë. E ke menduar ndonjëherë që
pse jo ti jesh më komod në punën tënde të përditshme? Kam Të heqësh dorë, mund të punosh edhe në një shkollë tjetër me fëmijë që pasi mund të dhurojnë dhe më tepër kënaqësi. E vërtet, në shkollat të tjera ndoshta mund të kem kënaqësi më të madhe duke pasur një numër më të madh fëmijësh, të cilët do mundesha që t'i stërvitnja, por dëshira time ka ngelur këtu që të ndihmoj këta fëmijë. Më japi një kënaqësi më të madhe. Nuk e di. Sepse këtu rezultatet vinë më vonë, me më shumë punë, apo jo? Për të thënë që rezultatet janë shumë të vështira për të erdhur, po gjithsesi përpiqemi. Nga kjo kategori fëmijësh ka një diçka që unë e pash në këtë aktivitet, që këta janë fëmijë shumë të pastër. Nuk din të gënjejnë, nuk din, janë aq të sinqertë sa nuk e imagjinon domethënë. Dhe është kënaqësi të punosh. Shumë kënaqësi dhe me një dëshirë të madhe. Fëmijë më të pastër nuk qenë domethënë. Është e vërtet. Ergert, sa i kënaqur je ti që Joani si për shembull fitovi ato medaljet? U kënaqe? Po. U kënaqe shumë, ë? Nuk keni atë ndjenjën kështu të xhelozisë që kanë sportistët ndonjëherë. Një karakteristikë për Ergertin për shembull, se Ergerti ja hoqën një medaljari. Për arsye sepse kur u bë divizioni që u bë kontrolli ditën e parë, Ergerti e bëri nga emocionet, e bëri distancën e 100 metrave 1 minutë e 20 sekonda, është ajo që thash në fillim. Dhe në finale shkoi diku në 39-40 sekonda dhe dyshuan që po gjithmonë atje bën një protest, sepse është e lejueshme. Sepse për këta ishin për herë të parë dhe emocioni ishte gjigant. Këta u tuan në start, domethënë gjithë ata tifozë, gjithë ata njerëz që ishin dhe i shikonin, ishin të utuar nga prezenca e njerëzve, ishin të utuar nga madhështia e pistave, ishin të ndryshimi skive dhe shumë gjëra të tjera. Dhe nga dita e kontrollit dhe deri dita e garës ishin 6 ditë, domethënë në 6 ditë arriti që bën një perfeksionim aq të mirë sa ishte rezultati dhe Ergertit nuk ja mundsuan, megjithse për ne ishte vendi i parë, por thjesht nuk morëm medalje. Prandaj ndoshta edhe është mërzitur pak. Sepse Ergerti e kishte garën me njerëz, ishin 8 korsi që beshe dhe ati dukesh që ishte i pari dhe ishte goxha i distancuar. Dhe kush e fitoi këtë çmimin e parë? Cili shtet? Kush ishte Kili, më duket Kili ishte që Kili. Po. Ai ta rëmbeu, ta mori çmimin e parë. Megjithatë ti përsëri medalje ke në qafë edhe Ervin, sa kohë ju desh ju vetëm në pistën e dardhës si jeni stërvitur apo jo? Po 2 kampe janë bërë, 2 herë nga 3 ditë. 2 herë nga 3 ditë, që të mjaftueshme? Asnjëherë nuk janë të mjaftueshme aq ditë për të bërë një sportist, por një gjë që ishte mjaftueshme ishte që ne arritëm nivelin teknik që kërkohej, që nuk stononin, po të shikoje fillimin dhe fundin e ditëve, kishte një ndryshim rrënjësor në pjesën teknike. Në fillim ishin goxha të kontraktuar, arritën u liruan në maksimum, kishin një lirshmëri, filluan pjesa teknike që të bënte pjesën dhe të ulnim rezultatet. Kështu që nëse do kemi ditë të tjera, domethënë kur janë aktivitete, do kemi më shumë kohë për të bërë stërvitje, premtojmë që do dalim shumë më mirë. Kjo do të thotë që do të kemi aktivitete të kësaj natyre edhe në Shqipëri? Besoj se po. Me Landin, për shembull, kemi folur edhe përveç se sporteve që zhvillojnë fëmijët, do shtojmë dhe disa lloje sportesh të tjera. Për shembull, unë jam pjesë e tenisit në Korçë dhe do angazhojmë dhe në tenis, që mund të marrim pjesë. Aq më tepër që gjithmonë që do kemi gara dimrore, do jem pjesë e garave dhe stërvitjeve. Deri tani, kjo ishte, të themi, hera e parë që këta fëmijë, pra me aftësi të kufizuar intelektuale, merrnin pjesë në një garë të tillë, pra ka pasur mundësi dhe në gara kombëtare, se kjo është ndërkombëtare, por në kombëtare kanë pasur mundësi këta fëmijë? Në kombëtare nuk ka. Nuk bëhen organizime të tilla. Për ski jo.
Po për disiplinat e tjera sportive? Për ski kemi qenë 2 herë në Çeki, vitin e kaluar dhe këtë vit në janar, në të dyja vitet Po në është Çeki bërë në cilët janar. kanë qenë sportistët, atletët? Njërë Geti dhe njërë Johanesi, sepse jemi Keni qenë dhe në Çeki të dy? Po, jemi përpjekur që të krijojmë një ekip të vogël, një ndarje ku të gjithë të paktën ta provojnë njëri, sepse aty ka më shumë të borë, janë terrenet ndoshta edhe pak më të përshtatshme dhe aty është zhvilluar ajo që tham pak më përpara, një aktivitet shumë i vogël, ku kanë marrë pjesë 8 shtete. Si janë paraqitur sportistët tanë? Janë paraqitur mirë, i kanë kapur bazat e sportit. Dhe më vonë të dy vini nga një lloj eksperiencë. Shumë të vogël. Shumë e vogël, po që i ka vlejtur. Po që ju ka vlejtur duke i bërë që ta pëlqejnë skinë dhe të duan të skijojnë. Ioannis, nga ndryshonte pista e skive në Çeki nga ajo në Itali? Ndryshonte shumë. Pse nga ndryshonte? Ishin ndryshe vendet, si ishin malet, vendet, mira edhe Çeki. Të pëlqeu dhe në Çeki, a? Të dyja më pëlqejnë shumë. Të dyja, ishte një eksperiencë e bukur. Ergert, të pëlqeu Çekia? Herën e parë ishte në Çeki. Në Çeki. Të pëlqeu Çekia? Po, edhe Çekia ishte e mirë. Ishte e mirë aty. Për shembull, nëse do duhet të krahasoje pistën e Torinos me atë të Çekis? Ashtu ishte edhe ande. Ashtu ishte njësoj. Ku ndjeve ti më shumë vështirësi? Në Itali. Në Itali, aty ndjeve më shumë vështirësi, a? Nëse mësuesi, profesorët e tu, trajnerët, do të propozojnë një sport tjetër, kë do të zgjidhje që të garoje? Futbollin? Po. Futbollin, ishe gati. Po ti, Ioannis, në çfarë sporti tjetër mund të garoje? Skit. Përsëri skit, se ish dorë nga skit? Në një disiplinë tjetër sportive? Futbollin. Futbollin, dhe ti futbollin. Po. Kështu që mund të kemi dhe në gara. Ioannesi nuk ngopeshe me ski. Derisa mbylleshin teleferikët. Domethënë ishte Pra rinte edhe përtej garës. Edhe përtej garës të bëjmë edhe një zbritje, kishte shumë dëshirë. Sa bukur. Mi shpresojmë që do të kemi të tjera aktivitete, besoj, edhe në muajt në vazhdim, ndoshta? Po. Tani në prill kemi futbollin, një organizim të vogël kombëtar. Që do thotë do zhvillohet në Tiranë? Në Tiranë, po, dhe janë të gjithë qytetet, të paktën 6 qytete që janë të konfirmuara që do marrin pjesë në këtë aktivitet futbolli. Po. Korça, pa diskutim do të kemi sportistët? Do t'i kemi të dy, po. Do t'i kemi. Gjese ngriti dorën është i pari. Janë të dy, po. Edhe me zor po e presin, është shumë të lumtur. Në prill zhvillohen në cilat data? Në datën 5 prill, është vetëm një ditë ku zhvillohen ndeshje, po vetëm një ditë, zhvillohen ndeshje midis ekipeve të secilit qytet, ku janë të përzierë janë 6 fëmijë me aftësi të kufizuara intelektuale dhe 4 partnerë. Ta partnerët janë nxënës të shkollave që duan dhe kanë dëshirën për t'i ndihmuar, për t'i mbështetur. Për t'ju bashkuar ekipit. I bashkohen ekipit dhe i ndihmojnë, i suportojnë me ndihmën e tyre gjatë organizimit të lojës. Krisli, e ke ndërtuar ekipin? Jo, nuk është një ekip i ndërtuar, është ekipe që i ngrem nga Special Olimpiku. E kuptoj, po, Korça për shembull e ka ekipin të ngritur tashmë? Për momentin po. Për momentin po, do të thotë 4 fëmijë, 4 futbollistë, janë futbollistë të vegjël të përgatitur, pra që janë pjesë e ekipeve? Janë nga mosha 15 vjeç deri në moshën 25 vjeç, gjithmonë me aftësi të kufizuara intelektuale. E kuptoj. Po ndërkohë dhe 4 të tjerë? 4 të tjerë janë partnerë, që bëjnë pjesë e ekipit thjesht për të suportuar. Janë zgjedhur këta 4 partnerë? Janë zgjedhur. Ata kanë pranuar dhe janë bashkuar ekipit. Në fakt, në shkolla ku zhvilloi stërvitet, janë gjithsej diku në 10 ose 12 partnerë, por që do më duhet të seleksionoj, sepse janë shumë, duhen vetëm 4, edhe kjo është një sfidë tjetër për ti klasifikuar. Më ka ndodhur një kuriozitet në radhën e kaluar kur kam shkuar për të zhvilluar aktivitetin e basketbollit, më janë afruar diku në 12 partner, por nuk kanë luajtur, thjesht kanë pasur dëshirën që të vinë dhe të mbështetin ekipin, shokët. Shokët e tyre. Shumë interesante, është një frymë bashkëpunimi, pastaj që të le pa fjalë, edhe fëmijët e bëjnë këtë me njëri tjetrin, e bëjnë. Ata nuk shohin diferencat që kanë mes njëri tjetrit. Ervin, fakti që Shqipëria solli megjithëse për herë të parë në një event të tillë në nivel ndërkombëtar solli kaq shumë medalje, a ka shpresë për të ardhmen, për të marrë pjesë tashmë edhe më kurajoz në nivele të tilla? Po, patjetër, kjo ishte një eksperiencë
shumë e madhe për ne, sepse edhe është për opinionin publik që u morën të gjithë këto medalje dhe duhet patjetër që të kemi sa më shumë fëmijë, të kemi sa më shumë njerëz që merren me këtë punë. Na janë afruar shumë fëmijë që duan të jenë pjesë e sporteve dimërore, fal këtyre medaljeve që u morën, dhe mendojmë që në të ardhmen do kemi më shumë sportistë, do kemi më shumë medalje dhe do përfaqësohemi më mirë, sepse edhe ne tashmë kemi një eksperiencë më të mirë në këtë fushë. Edhe këta 2 sportistë Korçar, po edhe ata 4 sportistët e tjerë që jetojnë në Tiranë tashmë janë model edhe për familjet e atyre fëmijëve, atletëve të rinjve të cilët pjesë të familjes së tyre kanë fëmijë me aftësi të kufizuar intelektuale, i shohin ata si model edhe për faktin që ja dalin. Mund t'ja dalësh pavarësisht kufizimit që mund të kesh në aftësitë e tua. Prandaj ne ju urojmë shumë suksese të dyve. Ju përgëzoj shumë për gjithë për kushtimin që ju keni pasur në emrin edhe gjithë teleshikuesve, po dhe besoj edhe gjithë familjeve që kanë këta fëmijë. Unë dua t'i bëj një falënderim të madh familjeve, sepse familjet kanë një përkushtim maksimal të këta fëmijët, sepse kanë bërë një punë të shkëlqyer, domethënë kanë një edukat këta fëmijë, domethënë kur jeton me ata e kupton çfarë edukate kanë, edhe është një punë e familjes madhështore. I përshëndesim prindrit që përkushtohen kaq shumë me gjithë sfidat që kanë në të përditshmen e tyre. Ju uroj shumë suksese. Edhe në garën e ardhshme që do të merrni pjesë tek futbolli, ju uroj shumë suksese, shpresoj që të vini me fitore. Faleminderit. Faleminderit Ervin, faleminderit Krisel. Mirë, ne ishim këtu në një bisedë, në një puntat shumë speciale. Kemi folur për herë të parë për kushtimin e jashtëzakonshëm ndaj këtyre sportistëve, sigurisht për medaljet që kanë sjell për herë të parë në lojrat olimpike speciale botërore, dimërore, që janë zhvilluar pikërisht në Torino. Për herë të parë Shqipëria ka marrë pjesë e ka sjell kaq shumë medalje. Sot sigurisht duhet falenderoj edhe artistin Mirgen Goskova, i cili ka reduar studion ton me artin e tij, dhe falenderoj të gjithë ju që sërish keni zgjedhur ekranin ton për të qëndruar në këtë mbrëmje të shenjtë. Sigurisht bashkë do të rishihemi javën e ardhshme. Natën e mirë.